E para jemi me shumicë muslimane, apo jo? E dyta jemi një vend me bashkëjetesë dhe harmoni fetare që është shembull botëror. E treta jemi një vend ku mirë keq, e thash edhe pak më parë, nuk mundesh ti të më thënë që në sfidë opinionit publik, në një sistem gjyqësor me 3 shkallë dhe 1/4 Strasburg dhe 1/5 që është opinioni publik, të dënosh njerëz për besim, kjo nuk ndodh. Këtu mund të ketë një teprim, mund të jetë në një person që e ka marrë, si me thënë, si shkon bari një me të thatin, e ka marrë grupi. Unë po të them rastin e Vili Moravi. Thuaj pak atë që i dhe, të tha diçka e zgju, se dëgjove. Kryeministri ynë thota që jemi në Europian, nuk kur jemi erdhi Papa i thotë nuk jemi vend musliman, thotë, edhe pse duhet thotë jemi vend me shumicë muslimane. Duhet thotë jemi vend me shumicë muslimane, se jemi me shumicë muslimane. Po patjetër, vend evropian. Kjo nuk përjashton qenë Europian. Po jo, ai ka një farë fobie me muslimanë. Jo, nuk është kështu. Edhe ka shprehur. Ne jemi një vend, si? Bashkë Dirama të nkon ka folur për këtë fenomenin që ne jemi një vend që ta kuptojnë njerëzit. Është vend që merr gjithë qeverinë çon Vatikan. Në pikpamjet e besimeve fetare jemi një vend me 3 besime, qose edhe bektashit po edhe muslimanë. Shumica muslimane janë ortodoksit, pastaj vinë katoliket, kemi edhe shumë ateistë, që nuk identifikohen në asnjë fe. Pra jemi një vend i tillë që kemi krijuar bashkëtesën fetare, është pasuria më e madhe që na kanë lënë rilindasit tanë, por edhe tradita jonë. Kjo nuk është një paru. Ama jemi një vend sekular. Pra ne jemi një vend me shumicë muslimane, por jemi një shtet që kemi parimet e sekularitetit, të ndarjes së fesë nga shteti. Kur jemi vend sekular, pse duhet presidenti jonë të dekorojë heronjtë e kishës? Prit, pra, një minutë. Pse duhet të stop, mballë sekularizmin. Pse duhet të dekorohen e presidenti dekorohen gjithë sepse shteti po jo, a janë heronjtë e kishës ata? Një minutë. E pra, devijojmë kthehemi tek problemi i kërcënimit të radikalizmit. Nuk ka lidhje fare. Kushtetuta për sekularizëm duhet të themi që Shqipëria po kthehet në një vend teokratik katolik. Kushtetuta vendit qeveria jonë shkon në dhërmi. Po ky është problemi që ke. Kishat ortodokse. Je shqetësuar për këtë, apo për disa njerëz manipuluar që shkojnë mish për top dhe kthehen ku fomën shtëpitë e tyre. Unë jam i shqetësuar. Nuk kthehen fare as ku fomë. Them drejtën, jam i shqetësuar për këtë që. Atëherë çfarë bëni që ndalonim këta njerëz? Po kam pa nëna duke qenë me lot fëmijët e tyre që nuk e dimë se kanë vdek. Dhe ata që i kanë quajtur atje, i kanë manipuluar. Se i la shteti jon që i kanë manipuluar. I kanë indoktrinu, i kanë blej, etj, ata janë në hakun e këtyre nënave, sepse të shkosh të biesh hero për Shqipërinë, absolutisht janë t'i ngrej monument, ose në një kaos të madhe demokracisë të lirisë, po të shkosh, bish për top. Kundër xhihadit në Siri, kam shkruar që në vitin 2012, sepse propaganda për të shkuar në xhihad është bërë në CNN, është bërë në BBC, është bërë në shumë xhamit komunitetit tonë musliman. Kosovës dhe këta të Shqipërisë i kanë fut një thik pas shpine opozitës siriane, sepse shkun atje bashkë me tjerë viktimat e propagandës së terrorizmit dhe ndryshun natyrën e konfliktit. Nga një konflikt midis një opozite dhe një pushteti totalitar autoritarist. Ajo është tjetër, ç'pun kemi ne me atë konflikt, ne kemi shqiptarët kuptojnë të gjë. Nuk kuptojnë pse shkojnë të njerëz atje. Dhe këtu tani nuk kuptojnë që ne jam shumë një pyetje me që prej që hapi. Pse sipas asaj që thot Vezaj, nëse është e vërtetë, mbetemi gjithmonë, këta persona flasin për hakmarrje, për fëmijët e Sirisë, apo ata në Shqipëri, ç'pun ka se janë të trushplarmur, janë të indoktrinuar. Janë të indoktrinuar. Por, kush i indoktrinon? Kush i indoktrinon? Indoktrinimi nisi Aleksandra se ju, ju shkruani për